Dje ka ndodhur disa ngjarje, por unë do doja ta filloja me shumë të rëndësishme, por do doja ta filloja sot me lajmin që është rrëzuar sërish nga Turqia, nga NATO, një raket e nisur nga Irani, ka patur, le të themi, edhe qëndrime të forta nga ana e Turqisë në raport me këtë. Ka urdhra të Shtetet Bashkuara të Amerikës që të largohen nga Turqia juglindore. Çfarë po ndodh aktualisht? Si e lexon këtë përshkallëzim, sepse u duk sikur e para, goditja e parë u duk si një gabim, si një lapsus, patëm disa deklarata, por jemi në pikën që kjo është hera e dytë dhe Turqia ka thënë që do të përgjigjemi me vendosmëri. Tani me sa kuptoj unë, këto raketat që rrëzohen mbi hapësirën ajrore të Turqisë nuk janë raketa që nisen për të goditur Turqinë, por janë raketa që nisen nga Irani, kalojnë nëpërmjet Irakut dhe Sirisë, dhe pastaj kalojnë në provincën e Hatajit për të goditur bazën britanike të Kipros. Dhe këto raketa, domethënë, rrëzohen në hapësirën turke, por sikur kanë sqaruar iranianët edhe me rastin e rrëzimit të një rakete më hershme, me këtë nuk synohet Turqia, por synohet baza britanike në Kipros, Akrotiki, nga ku avionët izraelit dhe amerikan nisen për të goditur Iranin. Por kuptohet që Turqia, si vend aleat i NATO-s që është, bën detyrën e saj dhe mbron anglo-amerikanët. Pra jemi në këto korniza, një raket që është nisur për në Kipro, nuk ka lidhje me një përpjekje të Iranit për të futur edhe Turqinë në atë hartën e shteteve që janë goditur deri tani, shtete që kanë patur baza amerikane, fjala vjen, si Emiratet e Bashkuara apo vende tjera të Gjirit, njëkohësisht edhe në Azerbajxhan ka patur, në aeroportin e Azerbajxhanit ka patur një dron me ç'gjoj. Pra, Turqia nuk bën pjesë thua tek ajo harta e vendeve ku, duke qenë se edhe në Turqi ka baza amerikane, që ta bëjmë këtë të qartë për ata që po na dëgjojnë. Turqia bën pjesë domethënë të aleanca e NATO-s, por iranianët për arsye strategjike, me nga që tani më janë të rrethuar me armiq, nuk duan që të sulmojnë Turqinë. Sulmi që ndodhi përpara disa ditësh kundër aeroportit të Nakhchivanit në Azerbajxhan. Nakhchivani është një provincë e Azerbajxhanit, por që nuk ka lidhje toksore me Azerbajxhanin, nga që Armenia e ndan në mes, dhe provinca e Nakhchivanit është më shumë provincë e Turqisë se sa e Azerbajxhanit. Dhe edhe sulmi që ndodhi ndaj aeroportit të Nakhchivanit, sipas palës iraniane, nuk ishte bërë nga ata. Iranianët i hedhin idenë që mund të jetë Izraeli që ka bërë këtë sulm. Tani, që kur ka nisur konflikti në datën 28 shkurt, tani jemi në ditën e 10 të luftës, iranianët kanë goditur bazat amerikane që kanë pranë territorit të tyre, më saktë bazat që janë në vendet e Gjirit Persik. Është goditur Bahreini, Kuvaiti, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Omani, edhe Jordania, edhe Siria. Dhe Irani po mundohet që kundër përgjigjen e tij ndaj amerikanëve ta mbajë vetëm në Gjirin Persik. Jo se nuk është që Turqia ka baza amerikane, dihet që Turqia ka, por Irani ka një farë fakti të heshtur me Turqinë, pasi edhe Turqia e di që nëse bie Irani
më pas se ka radhën Turqia. Dhe Turqia edhe pse e di që, domethënë Irani edhe pse e di që është vend i NATO-s e tjerë, është munduar që të mbaj marrëdhënie sa më miqësore me Turqinë, nga që Iranit i duhet Turqia në aspektin afatgjat. Por në anën tjetër, duhet të kuptojmë që po ka shumë përpjekje nga ana e Izraelit që ti armiqsoj mundësisht të gjithë fqinjët e Iranit me Iranin, në mënyrë që t'ja vërsuli Iranit kundër. Për shembull, përpara 2 ditësh u sulmua një impjant i pastrimit të ujit në ishullin Keshm të Iranit, ku mediat izraelite si kur Jerusalem Postjet të tjerë ja faturuan këtë sulm Emirateve Arabe. Emiratet Arabe nxituan me njerë, duke thënë që nuk jemi në që kemi bërë këtë sulm, dhe çfarë thonë shumë analist arab dhe media arabe, sipas tyre ka një përpjekje nga ana e Izraelit që këtë përplasjen ndërmjet Iranit dhe botës arabe, apo vendeve të gjirit, ta kthejnë në një konfrontim ushtarak. Izraeli do të jetë më së i lumtur nëse vendet sikur Emiratet Arabe, Arabia Saudite ndërhyjnë ushtarakisht në konflikt dhe nisin sulmet kundër Iranit në mënyrë që të provokojnë edhe kundër sulme iraniane. Por deri më tani vendet arabe, edhe pse ato janë të pushtuara nga bazat amerikane, ndërsa ato nuk munden që të ndalojnë dot amerikanët dhe izraelitët në sulmet e tyre kundër Iranit, në përgjithësi ato po qëndrojnë jashtë. Dhe edhe pale iraniane, kur sulmon bazat dhe interesat amerikane në vendet e gjirit, sikur ka bombarduar ambasadat, konsulatat, bizneset, hotelet e amerikanëve dhe bazat e tyre ushtarake, Irani mundohet në maksimum që t'ua shpjegojë arabëve që kjo luftë nuk është me ju, kjo luftë është me prezencën amerikane në vendet tuaja. Ndërkohë, Olc ka patur një sulm të frikshëm mbi depot, po i konsideroj të tilla e naftës në Iran, nga ana e avionëve izraelit. Me shtuhet pas me janë edhe pamjet. Nga pala iraniane ka deklarata që kjo e ka kaluar luftën në një fazë tjetër. Goditja e këtyre depove ka kaluar luftën në një fazë tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket sikur nuk kanë qenë dakord me këto sulme të Izraelit. E para, si është e vërteta e këtyre goditjeve. E dyta, çfarë do të prodhojë kjo për të ardhmen, domethënë futja në këto nivele të goditjes? Tani, pala izraelito-amerikane, sikur ne mund ta shohim në këto momente, është në një kohë krize. Nga gjë kundërpërgjigja e menjëherë e Iranit dhe për më tepër mbyllja e kanalit të Hormuzit, ka bërë që Irani po përdor bombën atomike ekonomike, nëse unë e quaj kështu, nëpërmjet të cilës Irani po godet perëndimin, aty ku perëndimi nuk mban dot, që është monopoli i naftës. Dhe në veçanti regjimi i Benjamin Netanyahut, i cili shpresonte se duke vrarë Këshillin e Sigurisë Kombëtare iraniane dhe duke vrarë Ayatollah Khamenei, do të arrinte që të shpërbonte qeverin në Iran, apo bënte atë që Netanyahu dhe Trumpi e quajnë regime change, apo ndryshim regjimi, nuk ka ndodhur ajo, po ka ndodhur e kundërta. Vendi në këto momente që ne flasim është më i bashkuar se sa kurrë. Populli, edhe ata persona që deri dje par dje brohorisnin Mark diktator, po vdekjet diktatorit, ku nënkuptoi Ayatollah Khamenei, tani të gjithë iranianët janë të bashkuar për rreth ushtrisë së tyre. Ja që po e shohin që Izraeli nuk po vret vetëm Khamenein, por izraelitët po vrasin fëmijë, pleq, qytetarë e tjerë. Faktikisht që në ditën e parë të sulmeve, Izraeli kreu një masakër
në një nga qytetat e Iranit, duke bombarduar një shkollë dhe duke pranë urdhro. Jo, vazhdo Urxhi, ishte thjesht ndjes. Po, dhe duke vrarë 170 vajza të vogla, Izraeli është duke bombarduar stadiume, spitale, shkolla, universitete në Teheran dhe në qytetet e mëdha dhe popullata është e bashkuar. Dhe duke e parë që Izraeli nuk ka çfarë të bëjë më, ajo që ka ndodhur dje dhe pardje, ku Izraeli po bombardon impjantet apo rafineritë e naftës, po bombardon pika karburanti e tjerë, është që Izraeli është duke munduar sa më shumë që të mundi që të shkaktojë një krizë ekologjike, apo më saktë çfarë qeveritarët iranianë akuzuan që Izraeli po përdor armë kimike kundër tyre. Me armë kimike nënkuptohet bombardimi i rafinerive të naftës së Teheranit, kur personat që kanë ndjekur media sikur Al Jazeera dhe media të tjera dje, Izraeli e ka kthyer gjithë Teheranin në një shtollung tymi masiv, ku dje kur po binte shi në Iran, shiu që binte ishte shi i acid, pasi duke bombarduar këto rafineritë e naftës janë krijuar shtollunga nafte që janë ngritur në qiell dhe këto shtollunga bien në formë shiu. Pra Irani po e akuzon Izraelin për një luftë kimike që është duke bërë, duke bombarduar dhe duke shkatruar impjante dhe rafineri strategjike iraniane, ku Irani mban depozita sikur nafta, mazuti, gazi e të tjerë, dhe më këtë Izraeli është duke krijuar, domethënë një tmerr ekologjik. Arsye pse Izraeli i bën këto gjëra është nga që objektivat që Izraeli donte të shkatronte me gjithë amerikanët. Do të kujtojmë që në këto 10 ditë të fundit izraelitët dhe amerikanët kanë goditur rreth 4000 objekte në Iran, duke bombarduar porte, fabrika, uzina, rafineri nafte e tjerë, e duke qenë që izraelitët dhe amerikanët kanë ngelur pa objektiva, tani strategjia e tyre që ata po ndjekin është strategjia e terrorit, të terrorizojnë populatat në mënyrë masive, pasi Netanyahu shpresonte se duke terrorizuar populatat, Izraeli do të bënte Iranin që të kapitulonte. Këtë lloj strategjie Izraeli e ka përdorur në Liban, sikur e përdori edhe në Gaza gjatë gjenocidit. Strategjia e zionistëve izraelit është që kur ata nuk e mundin dot armikun e tyre, atëherë fillojnë bëjnë gjenocid, bëjnë krime kundër njerëzimit. Për shembull, një nga mënyrat se si Izraeli arriti që ta detyrojë Hamasin që të kapitulojnë në Gaza, është duke vrarë nga 100 palestinezë në ditë, duke rrafshuar pallate, qytete etj. Të njëjtën strategji Izraeli përdori edhe në Liban, duke rrafshuar Libanin e Jugut në fund të vitit 2004, gjë që e detyroi edhe Hezbollahin që të pranojë armëpushim. Por edhe pse Izraeli po përdor këto lloj politikash, iranianët jo vetëm që nuk po dorëzohen, por nuk pranojnë as të bëjnë marrëveshje me amerikanët.